dera që hapet vetëm në orën 3:33 të natës. Tregohet se në Deep Web ekziston një website që nuk hapet kurrë gjatë ditës, por ai aktivizohet vetëm në orën 3:33 të natës. Askush nuk e njeh burimin se nga vjen, por njihet vetëm emri, The Doorway, pra porta që të merr me vete. Çudia e kësaj faqe është se dikush pasi e kopjoi linkun ja u ndau shokëve të tij, por më kot, sepse nuk hapet gjatë ditës, përveç orarit të caktuar, pra 3:33. Kush ka provuar që të hyjë aty brenda, thot të njëjtën gjë, që si fillim kompjuteri bëhet komplet zi, pra hapet një faqe e zezë, pastaj një shkrim ngjyrë kuq, welcome back, mirë se u ktheve. E menjëherë dëgjohet dikush që merr frymë rënd. Një zhurmë kumbuese, si kur të zgjoj vatra të caktuara të mendjes, e pastaj bën vetëm një pyetje. Je i sigurt që don që të dish se kush po të sheh në këtë moment? Nëse bëhesh pishmend dhe e fik, nuk ndodh gjë. Por nëse vendos që të shtypësh yes, pra po, hapet automatikisht telekamera e kompjuterit, vetë, pa bërë asgjë tjetër. Dhe menjëherë shikon vetveten tënde në ekran, por ka diçka të çuditshme. Imazhyt në kompjuter, pra kloni, fillon dhe qesh, e ti ndërkohë s'ke bër asnjë lëvizje me fytyrën. Pra, si kur të qeshësh me vetveten, por në këtë rast e bën pasqyra, kloni yt që është në kompjuter. Pastaj, pasi zhduket imazhi yt, shfaqet një derë në fund, në një dhomë komplet të zezë. Por kjo shpikje misterioze nuk mbaron këtu, sepse që të gjithë që kanë provuar, thonë se duke filluar që nga ajo ditë, kompjuteri ndizet vetë çdo natë, eksaktësisht në orën 3:33, me një shkrim të kuq, ku thot left the door open, pra mbaje derën hapur. Nuk dihet nëse dikush e ka hapur këtë derë, ose nëse është futur brenda asaj dere, sepse s'ka asnjë të dhënë. Të vetmin informacion që gjeta është i një tipi të quajtur Jose Carlos, i cili ka deklaruar se që nga jo mbrëmje, kur e provoi, çuditërisht ai zgjohet në mesnatë, eksaktësisht në orën 3:33 të natës. Ndonse i hoqi baterin kompjuterit që të mos ndizej më në atë orë, ndonse jeton në katin e fundit të një pallati ku nuk ka zhurmë, e ndonse s'ka asnjë kafsh që mund të bëj zhurmë apo njerëz që ecin nëpër atë korridor, ai zgjohet për herë çdo natë në orën 3:33. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. Mos ndoshta është bindja e mendjes së tij, mos vallmangthi, apo ndoshta websajti së bashku me zhurmën që ka çuditërisht aktivizon sensor të trurit të panjohura për ne. Ju, çfarë mendimi keni? Pres dhe ndajeni.